të moshatare, zani në porte e paskeruvet, qysh preje gjeto bashe muji. Sepse Hoti nuk e ka pas ta kufin. Malësia Madhe nuk ka pas kufin. Ka kujdes? Thjesht kanë bërë një përshkrim dhe asgjë më shumë. Në Mokset ne kena edhe përveç asaj kështjellës së vjetër që është antike dhe ajo që mund të them me bindje, është fakti se këtu kena elemente do të thënë kena keramik të zezë, të bardhë edhe të kuqe. Çka do thotë që janë periudha më të hershme, të paktën të periudhës së neolitit. Kurse në kalan e Marshajt, përveç faktit që kena një qytetërim të jashtëzakonshëm, të pastudiuar, aty kemi një kala që ka pothuajse të gjitha periudhat e antikitetit i ka të përfshime në të. Ka periudhën e paleolitit, neolitit, periudhën e bronzit, të hekurit, periudhën romake, se masanej ka pas atë zhvendosjen që janë ullë nga pjesa malore, kanë zbrit në fush. Po ashtu, siç thash, ai stacioni Cina, i cili pretendohet që është një stacion i antikitetit, pretendohet që është fiks aty epicendra, për faktin se aty kemi një urë shumë të vjetër dhe kena 3 periudha të punimit në të. Kena periudhën e antikitetit, që nuk dihet se kur është punu, pastaj kena periudhën romake, në të cilën është punu dhe ka gjurmë të teknikave të punimit të urave të periudhës romake, dhe kena një periudhë shumë më të vonë, ku mund të them, faktikisht aty e ka dhe datën, tani se kujtoj për efekt të saktësisë, por aty ka një, si thush, një punim nga një malsor i Gradecit, i cili e ka punu për hir të njerëzve që kalonin, që fillun të bashin karrocat dhe mjetet e tjera, thjesht e ka zgjanu. Por gjithmonë të ruaj teknikat e punës që ka pas. Sa gjatë është ura? Ajo mund t'jetë diku 30 metra, nështë edhe më tepër, sepse ke parasysh ato pjesa e mbështetjes, kalon edhe pak në zonën, se aty është një kanjon, që në të vërtet, nështë më herët Përroni thatë që ne e quajmë sot, më herët dihet që ka kënë një prua që ka vërshua për gjatë gjithë kohës, sepse profesor Mahir Hoti, nuk e di nëse ke... Po, kam... Profesor Mahir Hoti nërkohë që unë përbasha një studim për sa i përket periudhës antikitetit në Malësi të Madhe, më shpjegon diçka në lidhje me fushgropën e Bogës. Ku thot, fushgropa e Bogës ka kënë i fundit Liçen Akull Najor, i cili ka ardhë dhe, si thush, ka kryua këtë kanjonin që sot e quajmë Përroni thatë. Po ke parasysh të shkrihet gjithë ajo borë në atë vend që është shumë e madhe, dhe të krijoj këtë kanjon që për hir të vërtetës shkon deri edhe në 25 metra o më tepër, për sa i përket thellësisë se ka ngryje këtë pjesën e malit. Dhe këtu mbi këtë është krijuar kjo urë që pretendohet, për shembull në disa shkrime, për Ciptas shkruhet, pretendohet që një nga hipotezat pse ka marrë emrin Marshaj, është fakti se ja ka luajtur rolin e doganës që kanë vënë shenjë, kanë marrë shenjë me gishta. Po, sa fshatra ka Kastrati? Atëherë, Kastrati i Moqëm është fshati më i vjetër, flasim për ekzistuesit. Edhe pak për popullsinë dhe lëvizjen demografike e deri në ditët tona. Atëherë, Kastrati i Moqëm, pavarësisht se është i ndamë në nën fshatra, po quaj, ai është më i moqmi për sa i përket ekzistencës së vendbanimeve të krijuara pas kësaj periudhe që fola më herët. Ekzistojnë sot, Kastrati kufizohet me Hotin dhe ka një vit të drejtë, më thënë sikur e ndalë malin me thikë. Ajo që ka mund të them sot, kena Vukpalajt, që edhe ajo është ndamen në 2 nën fshatra, kena Ivanajt, që përmendën gjitha nej, është pjesa, se tush, afër kishës
nëse ke qenë ndonjëherë. Po kam qenë. Kena pjesën e zonës që i tokon nga Gashajt, është ajo pjesa e... Në fakt, nuk mund të them se i përket alijeve, sepse alijejt është një nga vendbanimet më të hershme që jashtu në pjesën fushore, dhe alijejt e Kastratit, për hir të vërtetës, ndryshe prej të gjitha të tjerave në Kastrat, janë dy besimesh. Besim katolik dhe besime musliman. Dhe të besimit katolik janë familja ku unë jam e martume. Kurse besimi musliman pastaj janë disa nënfshatra. Një fis, apo... Ndoshta më herët kanë kënë të një fisi, por për efektën, si thush, erat politike kanë bërë që diken e ka ra më shumë, diku që ka përqafu, dikujt ja kanë imponu, nuk mund të themi sepse duhet të ketë një studim sa më të detajum për me dha një përgjigje të tillë. Megjithatë ka një unitet të jashtëzakonshëm. Ajo që vlen të përmendet, sidomos për këtë rast, në varrezat më të hershme që janë në këtë zonë, duhet të themi që ka një respekt të jashtëzakonshëm në varreza. Varrezat katolike ka një vijë ndarëse me varrezat e besimit musliman. Edhe pse janë të një shtëpie, por secila prej tyre, kur shkon t'i pastroj, pastron të dyja. Dhe ndoshta ajo e përcakton edhe atë unitetin që kanë kastratasit me njëri tjetrin. Pavarësisht se sot kanë ardhur ndryshimet të tjera përsa i përket se thuash qëndrimet që kanë rinia sot, ka shumë gjëra të cilat mund të kenë ndikim të drejtë për drejtë në qëndrimin që kanë sot, por më herët, po flas diku për 50 vite më herët, ka pas një unitet të jashtëzakonshëm mes kastratasve. Dhe në një vend tjetër, nëse dy kastratas s'ka rëndësi se nga vinin që fshat, në një vend tjetër prezantoheshin si vëllezër. Dhe kjo është shumë... Sa ka qenë popullsia më e madhe ndonjëherë Kastrati dhe sa është aktualisht? Atëherë, sot është e dhimbshme të thush dhe një keqardhja që shpopullimi ka bërë masakër. Ndoshta nevoja ekonomike ban atë si thush të marrësh përsipër një risk sa të lësh mrapa gjithçka, gjithë investimet, sidomos flas për moshën time dhe më sipër, të investosh shumë për një të ardhmen ose për një pleqni, e thanë më shkurt, dhe të pretendosh ose të jesh i detyruar që këtë pleqni ta kalosh veten, edhe pse ke shumë fëmijë, kjo është shumë e dhimbshme dhe kjo i ban i detyron malsorët ta braktisin familjen, ose si thush atë trollin ku kanë investu me shekuj, e kanë trashëgu nga të partë e tyne, edhe është shumë e dhimbshme. Është një temë shumë delikate dhe të them të drejtën, mendoj që shumë kush e vua këtë pjesë, edhe pse janë afër fëmijëve, përsëri në vetvete janë të paplotësuar, për sa kohë janë larg. Sot, për shembull, do marr vetëm një detaj në lagjet, po marr të gjitha lagjet që kam afër unë, mund t'jenë që ka banor, që ka familjar në përshpia, mund t'jenë diku rreth 20 shtëpi. Që ta menosh? Më herët ka kënë shumë e popullume, deri në kohën e partisë punës, do me thonë të këtij sistemit monist, që krijoi pati shpërbën këto familjet e mëdha për me krijuar këto familjet të realizmit socialist, ka pas familje, shtëpi, ka pas shkolla që kanë pas deri në 80 trop. Që do thotë që ka kënë një unitet i papam, nuk është s'ka pas mënyrë të konceptumit se si mund të ndahen punët përsa kohë që specializoj dikush me punu punën me drum, dikush specializoj me shku bari, sepse jo gjithkush ja din, për shembull, mashtimit të baktive. Gratë i kanë pas punë të ndame, atëherë ka kënë i zoti shtëpisë ka pas, si thush, detyrimin, përsa kohë ka kënë mirë me shëndet, ka pas detyrimin me i nda punët për djemt, dhe nuk është bën dysh fjala, po kështu edhe për gratë. Ka marrë, si thush, venimin e ka marrë gruaja nana e ma e moshume, dhe s'ka pas nevojë ta pyes as burrin, as bashkëshortin e nusës, nëse ka dashur me e çu në gjini, me nejt, po them, një periudhë të shkurtër kohë me fëmijët e saj.
Kështu që ka pas një unitet të jashtëzakonshëm dhe përsa kohë ka kulla të vjetra, mendoj që ka kenë jashtëzakonisht shumë e populluar me kastrati, por edhe gjithë Malësia.